duke se Dalia Egli Tako nga Big Brother VIP Albania ka ndikuar jo vetëm tek ajo, por edhe tek Gjesti. Largimi i saj për shkak të gjendjes së rënduar shëndetësore ka sjellë një valë kritikash nga publiku, të cilët kanë drejtuar Gishtin nga Gjesti si një nga faktorët kryesor që ndikojnë në këtë situatë. Ajo që bie në sy është se pas daljes së Egli, Gjesti ka thuar të humbasë ndjekës në Instagram. Vetëm në 3 ditët e fundit ai ka humbur më shumë se 1500 ndjekës, i treguesi qartë se publiku nuk ka qenë dakord në mënyrën se si ai është sjellë brenda shtëpisë në Eglit. Nga ana tjetër, Egli ka fituar mbi 78.000 ndjekës që nga momenti pas daljes nga shtëpia, duke treguar mbështetjen e madhe që ajo po merr nga publiku pas largimit të saj nga gara. Pasi para se të dilte, ajo kishte rreth 192.000 ndjekës. Kjo situatë tregon qartë se si opinioni publik mund të ndryshojë dinamikën e lojës edhe jashtë shtëpisë së famshme. Egli përveç një reagimi në Insta Story nuk ka reaguar më. Publiku mezi po pret për reagimin e saj për të mësuar në gjendjen shëndetësore të Eglit. Për informacionet të minutës së fundit, bëni subscribe kanalin Zona VIP.